Dy persona janë gjetur pa shenja jete sot në një vilë në rrugën Kfor, në qytetin e Pejës. Lajmin e ka konfirmuar për sinjalin zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi, i cili tha se rasti është raportuar rreth orës 15:10 minuta. Sot rreth orës 15:10 minuta, policia është informuar se në një vilë në rrugën e Kforit, dy persona dyshohej se ishin pa shenja jete. Në vend ngjarje është lajmëruar edhe emergjenca. Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tyre, ka deklaruar Gashi. Sipas policisë, rasti është duke u hetuar dhe autoritetet janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Më shumë detaje pritet të bëhen publike pas përfundimit të hetimeve fillestare. Agip Xhaka ka dhënë dorëheqjen nga pozita e kryetarit të degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Zvicër. Xhaka deklaroi se zgjedhjet e fundit janë një moment reflektimi për këtë parti. Ato kërkojnë analizë të qetë, përgjegjësi kolektive dhe angazhim të shtuar për të forcuar strukturat tona dhe për të përgatitur më mirë për sfidat që na presin, deklaroi Xhaka. Ai theksoi se do të vazhdojë të mbetet antar i PDK-s. Dua ta theksoj qartë dhe pas një dilemë. Unë do të mbetem gjithmonë antar besnik i Partisë Demokratike të Kosovës, partisë të themeluar mbi sakrificën dhe vizionin e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit, partisë që e dha Kosovës lirinë dhe shtetin, shtoi ai. Babai i futbollistëve Taulan dhe Granit Xhaka falenderoi kryetarin aktual Bedri Hamza dhe ish kryetarin Memli Krasniqi, e po ashtu edhe kryetarin e komisionit për Mërgatën, Elmir Reçiça. Bedri Hamza për punën dhe angazhimin e tij në një periudhë sfiduese për partinë si dhe për ish kryetarin zotin Memli Krasniqi për kontributin dhe udhëheqjen e tij me dinjitet në shërbim të PDK-s dhe vendit, theksoi ai. Po ashtu falenderoi kryetarin e komisionit për Mërgatin, zotin Elmir Reçiça, për bashkëpunimin korrekt dhe angazhimin në procesin e riorganizimit dhe forcimit të degës së PDK-s në Zvicër.